Cila përshkën? Që ty? A përshkën me qëto shtun të bëna ma interesant emisionin? Ja që ty, nashta pak ma... Tash pëdi ma që të pëmvjen. Hajde, shkojmë. Me mama shikës të ndëruar, atëherë shkojna me emisionin Patek Lef që ka morja hone dhe Valbon kove të funit. Dhe me thonë, është kjo emisioni i dytë që shkojna me Patek Lef me një emision ku gratë tona mund të shprehen lirisht. Është për dhe vendor, për arsye se edhe musafirët i kena vendor. Faleminderit shumë. Atëherë, unë emisionin që lam i patë edhe dy gratë që u shprehen të lirshëm. Dhe me thonë, u shprehen për burat të tynëv që i morën ksheri i mësitav, zoti i vraft. Dhe me thonë, që i kanë shti me shku të burri me zër. Tema ka qenë atëherë martesa, sonte tema do t'jetë periudha martesore. Dhe me thonë, pëjt honës haninaj, qysh kanë kaluet një burri veti, qysh e kanë mujt me dash një burë dhe vetin, përshke që të, qysh kanë mujt me dash një burë dhe vetin, dhe me thonë, pa një ofë pa kur gjuhesh, atëherë, periudha martesore për kitjen do të flasmi prapë me dy koleget e mija, me dy mikeshat e mija, që tarvesh mo i njefni, është Dardona edhe Beti, pe kena dhe musafir special. Atëherë, eftojmë Dardonën edhe Betin me i dur të kitet modhe. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Pashtu, pashtu i musafir special. Musafire speciali është kej shikja jame, që edhe kjo fakt ka mungue, është një njësim si more mrapa, po besoj, nëse kjo është e sukseshme dhe mirë, do t'i nxan këta me dhe ty shtëpije. Atëherë, mirë mroma dhe mirë se erdë, Dardone? A një mirë? Nam. Qysh është ai burë? Nam. Qysh është ai e vjeher? Shkrum. Djali qysh është? Shkrum. Ata shuk. O, nam. Vulkanizeri. O, Allah, shkrum. 3 me 4 shkrum e nama? Po, 2 cement një zollë. O, lëzoti truqie. Qishie? Nam. Qishaj djallë? Shkrum. Ti vetë qishie? Nam. Ata rrëth krejt? Shkrum. 3 me 4 edhe ja? Nam. Në, vani për juve? Kaj shike? Aj një mirë? Nam. Aj njëri? Shkrum. Aj djallë? Nam. Maholla? Shkrum. E këzëfsh? Në ëllë? Atëre, qish për njëni? Mirë. Më një mja bako me shti më një malirë? Qa është? Mikeshe. Qishie? Nam. Qisha i burë? Shkrum. Dhe qishie? Nam. Qisha maholla shkrumë? Nam. Shkrumë e kum leo. Këshike qëshie? Nam. Qëshaj burë? Shkrum. Aj djallë? Nam. Aj vjeher? Shkrum. Aj vjeher? Shkrum. A qëshqër? Që kërës të dëruar emisionin vesh për vjen e të nëzirë dhe me thonë kur në me dhe shkrum për flasin mikeshat e mija. Atëherë mo Betin për njefni, Dardone për njefni që u prezentun me një historie që nga dhanë shumë emision. Ka ardhë dykun dërin 3.000 emaila ka nërë që jem prek shumë edhe me emocionet në shpia të veta si dhe mëz Beti që ra unë të leg i silëm kryp, i gjojtëm plëm, alti, gjithë shka, menzi e kryllëm. Po, edhe mësafirin që ju thash që e kena special. Kjo dhe të rëfen edhe jetën e vetë, se qyshu martu, qyshu zezu. Dhe të kalzëm jetën e vetë, edhe kjo një gjori një rëfim dë vetëm, kjo është kej shikja junë. Kjo pak nuk të të në kalzëm për periudën mashtesore për arsye se një emision është mrapa, për të në kalzëm sa dhe pak se qysh erdhë deri të martesa, kush ke sebet, kush ke aj takserat qi, kush ke aj qyshe nëtë. Kej shike mirë se keni arë. Se gjithaj këshike, Edhe se hesi sa për njëni. jam të të pritë në ranë. Falemderit për kolona që është të i kej shike. Atë mënd nga kalëzëni, a mënd gërthëni veti se qështu takut me atë njërin, qështu dashërut, se ishte ndjenja por që a i të tha të dua, e mës flasëm tani përputhjet të përputhjet. Atëherë, isha një koncert humanitarë i te. Qashtë? O, që shumë konë. O, bet! Falë këshike po hesëm për maula që si ndarje. Po në koncert ju më konë. Beti, bëj analizat komplet dhe shkjepë, si qëtë se ki nevoj. E ku kesh të tregu. Kesh një koncert humanitar, ka më një më dalën s'kene filluva kongën me knu. S'kom ditë kur gjo që shumë konë të knu, vish më nalë mikrofone. O, nalë mikrofone. O, s'kom ditë kur gjo heq, vish kur të më ka hyp një njere. S'ken. Më s'ken, pa? S'ken, hypi një njere. Oj, ka të nërë, përsi, për me fjallë të vëblat moja, hypin s'ken, apë njën. Me një hermanja kje që... Orë me ka shike. Hypin s'ken mëri me ma ndreq mikrofone, se s'bëj kemi e ta në gjystë kongës.
O, veç kur ma ka kap dorën, të ma kap mikrofonin. O, qysh unë gërtheva, u zbërtheva, gërtheu, zbërtheu. E qysh, ke shikën falë qysh më shedhe me ngërthy dhe me knu kongen? A, kongen e disha për men. A kongen për men, edhe? O, të ngërthy, të zgërthy, s'di qysh. Masa nej, të masishe. Kush më i ta sishe zotja? Mori? Më fejoj. Me një hera? Më fejoj demi qoj mëset. Tane. Mas një kohë shumë shkur të rdosma. Me përhajre, me gzime, më së. O, zot, me nëzis prita me ordë krëshqit. Si strëmbëllarë edhe në krëshqit? Po, shkrëshqit si strëmbëllarë. Qikat kënajshen. Kënajshen me dhe. O, zot, nuse me do vakë, që këtë që dalë në derë. Që këtë ja ka një qikat me kënu luli e belholla. Ti e belholla? Prit, kalzaj, veç kur ti kom hop kratë, pa veç më thanë mëri bëlli hongra ato molla, do dorë dhe ti kuku. Në vjesë të ke martu? Tu ngërtheva, tu zbërtheva, thash që më i qyshtu me ma morë ftyren. Veç kur kanë mbohe, nusja jo në kalamash. Oj, bet, bremës! Oj, bet! Bete! Po i lele të full më... Qashtu i kesh, i shlirem, nuk të bet! Edhe me kesh keshër, në? Edhe? E pas ka shtu shalën me... Kalku i kalamash pita nusës. Oj, bet, zotë të vrap! O, qysh jom kontë nejt pa lut, veç kur ja ka nis me m'knu mi hirije. Kënëshin qikat. O, me 2000 dila, thash ku Koko më shpatojnë me... O, qyqe. Kuj na i more më rikonga, qysh është ata dy. Ata... Ho! O, kur gjo veç më ka hup menja kret, unë ngërtheva, u zbërtheva, s'kun dit, kur gjo pas kishin thonë kopila, kishin thonë karanfila. Po e desha që nuk jenë ato qasë qashtë. Me të bo kështë keni pytje, atë njërin tëna, pa ishe dikun atë njërin që të thate dua fillim me ngërthe këtë? Jo, me zemra jam me ngërthe. Cëlla përshkën? Që të? A përshkoj me qëto shtën të bona ma interesantë emisionin? Ja qësë që të, nashta pak ma... Tash pëdi ma që të pëmvjen. Hajde, shkojmë. Mi mama shikës të ndëruar, atëre shkojna me emisionin Patë Klif që ka morja hone dhe valbon kove të funit. Dhe më thonë, është kjo emisioni i dytë që shkojna me Patë Klif me një emision ku gratë tona mund të shprehen lirisht. Është për dhe në vendor, për arsye se edhe musafirët i kena vendor, faleminderit shumë. Atëre, unë emisionin që lam i patë edhe 2 gratë që u shprehen të lirshëm. Dhe më thonë, u shprehen për burat e tynëv që i morën ksheri i mësitav, zoti i vraft. Dhe më thonë, që i kanë shti me shku të burri me zër. Tema ka qenë atëherë martesa, sonte tema dhe tjetë periulla martesore, dhe me thonë, pëjtë honës haninaj, qysh kanë kaluet e një burri veti, qysh e kanë mujt me dasht një burë dhe vetin, përshke që të, qysh kanë mujt me dasht një burë dhe vetin, dhe me thonë, pa një ofë pa kur gjuhesh, atëherë, periulla martesore, për këtë do të flasmi prapë me 2 koleget e mija, me 2 mikeshat e mija, që ta rvesh mo i nifni, është Dardona edhe Beti, pe kena dhe musafir special. Atëherë, eftojmë Dardonën edhe Betin me i dur të kitet move. Faleminderit shumë. Pashtu Pashtu musafir special Musafire speciale është kej shikja jame që edhe kjo fakt ka mungue është një njësim si more mrapa, po besoj nëse kjo është e sukseshme dhe mirë do t'i nxankta me dety shtëpije. Atëherë mirë mroma dhe mirë se Dardone. A jeni mirë? Nam. Qysh është ai burr? Nam. Qysh është ai e vjeher? Shkrum. Djali qysh është? Shkrum. Ata shuk. O, nam. Vulkanizeri. Po, Allah, shkrum. 3 me 4 shkrum e nama? Po, 2 cement një zonë. O, lëzoti truqire. Qishie? Ndam. Qishaj djallë? Shkrum. Ti vetë qishie? Ndam. Ata rrëth krejt. Shkrum. 3 me 4 edhe ja? Ndam. Ornë, vani për juve. Kaj shike. Ajni mirë. Nam. Ajni ri. Shkrum. Aj djallë. Nam. Maholla. Shkrum. E këzëfsh, ornë ëllë. Atëre, qish pënini? Mirë. Mëni mja bako me shti mëni malin? Qashtë? Mi kishe. Qishie? Nam. Qisha i burë? Dhe qishie? Nam. Qisha ma holla shkrumau? Nam. Shkrum e kum lau.
Këshike qëshie? Nam. Që shaj bur? Shkron. Aj djall? Nam. Aj vjeher? Shkron. Aj vjeher? Shkron. A shqyr? Që kërës të dëruar emisionin vesh po vjen e tu në dhe me thonë kur në me dhe shkrum po flasin mi keshat e mija. Atëherë mo betin për njefni, dardone për njeve që u prezentun me një historie që nga dhanë shumë emision. Ka ardhë dykun dërin 3.000 emaila ka nërë që jem prek shumë edhe me emocionet në shpia veta si dhe mëz beti që ra unë të leg i silëm kryp. I gjojtë më plëm, alti, gjithë shka